dhe në Maqedoni dhe në Kosovë. E prap Ilir Metën, ata perëndimorë që ashtu, pastaj e shitën dhe është atje ku është me siguri po na ndjek, po përshëndesim. E me radhë, to janë gjëra që ka ndodhur tek ne. Pra nëse ne do mendojmë se bëjmë një veprim të ri sot dhe ata do kujtohen, kjo është naivitet politik. Pragmatizmi e do që krijohet një çështje, kalon edhe Sali Berishën e lavdëronin, thonë, ky ka dhënë një kontribut për pragmatizëm, mbushtetje e tjerë dhe pastaj marrin dhe të hedhin. Pra, jemi përballë kësaj panorame. A ka pas njëri që është mbështetur më shumë nga perëndimorët, konkretisht nga amerikanët se Hashim Thaçi? Askush. Mos harroj që Madeleine Albrighti thoshte ky është djali im në Rambuje, edhe më mbrapa atje. E megjithatë, duke hipur avionit për shku në Amerikë, i thanë ka dalë ky urdhër arresti nga një prokuror amerikan, zbrit çik nga avioni. Se Trumpi ka qenë president atëherë, mos harroj. Pra, unë mendoj që ne shqiptarët duhet të heqim dorë nga naiviteti në trajtimin e këtyre çështjeve. Ka shumë gjëra që nuk duhen diskutuar në televizor, por duhen diskutuar në tavolinë dhe s'ka nevojë të marrin vesh njerëzit nga jashtë. Dhe duhet të heqim dorë mbi të gjitha nga ajo që unë e quaj jo profesionalizëm politik, sepse në politik gjërat bëhen, nuk thuhen. Kulla, cili është roli